Okej, kemi shiku kështu. Qka ka bojt, veç ka mësile, veç për mësile. Shtu kena qësë shka? Kena prej pitës deri në baklavi. Ka të puti shka për Bajramit. Gjiko ne kemi në studion e emisionit Një Kafe më Lapin. Gjiko, mi se erdhe. Mi se ju gjitha. E di që sot në kuadrët e emisionit e kemi postuar në Facebook, do t'jesh edhe në Facebook, po fillimisht detyra është e jotja. Po, që ka me bo me qitë kafa? Po, a ti kita një dhe kafe? Po, mërë që shio. Gjiko, me qaj erdhe? Erdha me kali. E kom lidhë që atë poshtë. Ermonin me Po, vete? hajtë që ka dojë poshtë. Okej. Po, ako me qitë onate, po. Jo, ti ki me qitë kafen. A një lem. Po që veç ujim për qes? Po da me matë me figjan ashtë të da? Ja, se s'ka nevoj se e di për men që në unë. Ja, Kjo specialist i kafës. Ja, unë ja kërkush heq. A dhe me apo kajmoku, kështu ta më Po, mirë? po, prafi di mi abu. Nice. Më në thonë profesori kësaj la mija. Okej. Po më të i shpejt që kjo ku e dive? Po bre. Që ku ki për t'jafre edhe ma. Harë, njerë duhet me ljonë pak më nëzej kështë. Gjiko? Për ndryshe që shje? Mirë. Mirë? Super. Na e sen 3? Promi na konë pej, e kena pas një koncert shumë të fort, na konë me pintat edhe me enarë, u konë festival, into the park, Po, kom pas nej pasen dhe u konë ekstrem fort, ja dhe që shtët ashtë e sot ju u këthil, me pi një kafe. S'ki pi kafe alo, a? Po e petëm një atë shpejt, shtët një ekspreso, Yes, si me një kjes. dostanin nojen, ta është si kjesh pis bura, po den. Kujna mja boj shtat? Jo vetjet. Jo vetjet. Na kem pi. Unë e pi pa shesher, bro. Gjiko, qysh është e mundshme, a premton që javën tjetër unë du me pas, pse qaton nonën tjetër, ku jeti musafir, e është kandi i dhuratave që i bini, që keni me pru musafir që vini në mision, edhe ato dhurata që hapen për vitin e ri. Kësë koncert ke arrua? Dhurata. Edhe Bravo, dhuratën e ki harru, dhuratën Gjiko prej promshë që u konë me veti nuk e din ku e kalon as vetë ty. Qysh është e mund shumë me di. Bravo, njësion pikturi. Nuk e din ku e ka pas. Okej, disa Gjiko nonën tjetër është bashkë me Visalin, për shë kamera që këtu këtona ka kjo pjesa e dhuratave, ky është kandi i cili do t'jetë pjesë e dhuratave se cilit prej musafirve, se cilit prej musafirve dhuratën që e bjen kuadrët e emisionit Një Kafe më Lapin, dhuratat nuk hapen pikrisht në programin festiv të Oklavi Partit, po unë duhet adapt për ndryshe, ku e kam këtu, adopt, po, është hapja zyrtare nesër në Prishtinë, nuk po e zboloj, veç po të regoj që ka produkte ndryshme, e sidomos këtu ka krejt produkte të feunave. Të moshkëve sen s'kam pru, po të regoj pakës ma vonë për çka bëhet fjallë, ku është, saksisht në cilin vend është pjesë e jona, pjesë e emisionit Një Kafe më Lapin. Okej, po bëhet kafja, po? Kafja. Sa ke lëshu qëto se... Non që e kom që matë madhen. A së shkën 12 qa? Jo, nuk shkon, nuk ka 12 që këto. Nuk ka 12 A që. ti këshyre filgjonat, qare e ki? Që jasit e filgjonat. Që filgjon. Kena morë forë, kena morë forë, e lullet janë gjithë më. Jo na, që dojmë e bojmë me lule. Nice, Që super. dojmë e bojmë me lule. Qa kjo? Lule që kena në bikësën e Se kena. në qa po të përëngjon? Që po të përgjon ke lule? Lajthi. Ja, Jap që ka plosh. Ja se i Nuk përda. po t'illo shpirtin për ta kap ka. Jo dhe... Mu qonë saba, se s'pimer një si zhhh. Ndë gjam, vis ta. Blen, po. Ploqa, ploqa është kvalitetit më të mirit mund shumë tek në market. Apo, Po, a din, po... Edhe kuzhina është të qabe erto. kafja ka dyshysh tripin me plen. E ka tripin me plen. Po, e ka, a din. Po, e ka. Se e ka? Më ullë, a din. E, a mos për vjen zet, që në tonë zet që në dirën ta qeli, se kom problem heq, se jena gjallë. Promoj pak. Okej, a di shka? Kështë dosh me tarë sot për aty në kitë, për nashme. Qfarë të toni? Ndaj pyetje? E dilo është në letë, shkone në letë. Qelë. Mirë. Gjiko, e di që gjatë sezonën, para se të vim të pyetjet sezonën e verës e ki pas ko gjatë mirë, dhe ko gjatë ngarkume, suksesshme në anën tjetër me mbrëmje, me koncerte, me gjana, në tonë, në ka rasti me kone dhe bashkë. Po. Për ty,
Nice u konë, super. Jom knaqë që vjetë. Po mendoj u konë viti ma i mirë jem deri që tash. Andështë u konë viti i parë, hënez. Po në për veti një eksperiencë shumë të mirë, kom bo, kom njoftë shumë njerëz të tri, edhe shumë u konë mirë diçka për mu. Qëre që atë më thonë, qëre tash, këtë një shtria kofes, ko, e heka pak e len. E bën renda. Shtë qëre e hek, tash e len opet. A dim se dim të mirë shtrinë e kafes? Qëta është opet. Po në kafe, a pijet kafja gjithmonë në pej pijet, sidomos. Qëre ku erdhë. Sa herë duhet mja bëjt që shtë të gjiko? Sa doni, kjo shkam vishtë të bo ma mirë. Po gjithësysh duhet me vlu. Nice. Qëre. Gjiko. La qko, qëre mare. Qëre kreativitetit. Që nja bëjt me lukë që shtë datë. Jo, mësë jari. Më tani më falë shën. Lukën e me për me hongër. Do të ka po për me lukë. Për kafe, haro. Jo, definitivisht për kafe, deri që tash kamera kafen duhet, kamera duhet kafen. Po, mene që të kafe, hajde ta bëjmë një foto se na duhet me qipë dhe në Instagram edhe në Facebook. Okej, se në Snapchat ato e bu kafen, kështu që... Po të roj, një të djetë të mbarë ta kesh bashkë me Visarin. Shumë edhe juve një dilë, sa ma të letë. Okej, shkojnë në anën tjetër, okej, lukumi ma vonë vjenë. Ja, në shesharë si kena punë mirë. Ku bullër që a bullër shne? Qat qëto. Hajtë, ku du? Si në shpe, ma? Vej që shkallë mirë spak zi. Ma, hajtë. Mësë maltre, tani. Fenderit. Gjiko, a rahatohet tash. Po. Veç me blogë që përna e dhe se po... Se po buëm. Fenderit lapë shumë. E tja s'po pen kafe, a ki kry. E pina, e kom kry pak ma herët, mirë është. Pen kafe turki kështu të zakonisht ajo? Valon roll. Roll, a? S'po t'vjen me nejtë shpeshon. Po m'gryn diçka. Se më rë kështu? Ja, roll. Përsa ta është fortunë, kështu kafe s'pi shumë. Shumë pak pi kafe. Na ekspreso, na i sanë shkës për delit. Roll, shumë, ndështë e pi 2 copa 3 njovë. Njokës, s'po pishë dhe me thonë kafe edhe shumë. Që edhe ujin me alë tu pak mës me t'gërry. Kam një pru dhe shërup gjyllave herën tjetër. Okej, bash ishë pa mirë pas ka morë mollë për shërup. E kam një zhjushe e banë do të fort. Shërupin e gjyllit? Po, gjyllit, tamën e gjyllit, po. Tamën e gjylla, va? Dhe me thonë të pëlqen shumë. Po, shërupi gjyllave është legendari. Aha, a ki në shpea? Po, kam shumë gjylla. Të bërna shërup gjylla me ledhoratën. Po, ne banë. Për vitri pina shërup gjylla. Gjeko, ti sa ka shku vera mirë? Vera o konë super. Vera o konë kështu super. Edhe bashkëpunimi i fundit ka shku nice edhe gjithë ka shku mirë. Po, kështu, cila hona është aje pjesa ma nice për klipit që keni bo, që ju keni knasë të kesh. Me kuaj. Me kuaj? Jena në zi. Se s'hesëshin. Nuk hesëshin? Nuk hesëshin. Edhe e patët... I kena ndru kuajt një 2-3 herë, jo të nati këta, jo nati ata. Si cilët nuk hesë ke ma shumë, a jo të a Ermolit? Unë e kom pas një herë një të madhë, Ermoli ka pas pak ma të vogël, e su përputh ke kubikazha, e u du fmi ndru mandena, edhe qështët. Ta një dhezi, do me thonë... Mandena, me do shtage, me do fure. Dhe do me thonë s'kene në kuajve pas një pas bagi problem në gjiru. Po nuk u konë problem, po u konë shumë fani. Shumë fani dhe fani. Se nuk ish që na kishim shumë përvoj kaleruse, edhe s'dishim që me komuniku me ta. Mirë shumë. Tekstin e ke bu një pjesë të madhe ti? Po. Edhe? Kongën Big Bangi ashtot u marë si me thonja një muj për me kriju një kongë për Ermal Fizullohun. Ashtot pasi që Ermali e ka një farë stilit veçantë, që është stili veti, edhe e ka bo njëherë e ka bo një kongë tjetër, e ka bo njëherë një kongë bashkë, po mandena ka thonë, hajtë po bëjmë edhe diçka tjetër për Ermalin. Edhe ka punu që atë kongë, unë e rasisht jom konë t'ju kalu ka studja ashtu t'ju cilë që andejna, e kom di që të kongë dhe e kom thonë dyve kisha pas qef me hinë që të kongë dhe ma ka njep ma pësiren edhe jom hinë ashtu. Tekstin nuk e kom shkru, vish e kom thonë ashtu, vish e kom transmitu. Qatë për qatë? Po vish u dojnë teksti edhe
Kështu të bo konga. Edhe jetë si konga. Mirë, para se me vazhdu këtë muhabet, kas lezetshëm, na pepim kafën edhe për ato, po folim që kena me fol para një tjetë, edhe po shkoj me marketing pak, okej? Hajta këshyrim që akum bo qëtë. Ikim pak me marketing edhe kthejmë me Gjikon. Mos harroni me na shunu pyetjen apo presën pyetje shumë interesante për juve, cilat unë po i zgjedh ndërkohë edhe kom ja parashtruar Gjikon se do vazhdu bisedën me të. Ju presëm. Po kthym prapë Gjikon. Nice. Tash po më duket hala ma frijem. Po. Mirë. A ke pas mundësi me pushu ajo? Vallon, së më kondeti si vjetish. S'tu ka e nxirr trupes për gjithë, ha? Po get me skemë. Po get drejt skemë. Po, se vjet. Problem. Që sa s'ke shumë pushim? Vitin e kalum e ka? Vitin e kalum, po. Ku e ka vitin e kalum? S'di ku ma, që ndeti ka ngatë. Mbun di ka. Okej, mbun. Garant me ledrë me kavallakin e kanë. Nice. Po më interesën në përdasma, a je shkuje si vjet ajo? Po, i kom pas një 2 dasma, një 3 synetia. Paja gjë, pas kara. Kështë jem konte një shok që u martu, Po. tash ko kështë shok të u martu, ashtë shumë një farë tripi nice. Jem konë si mësafer. Qysh po menën, mos po menën edhe për veti për të martohen shokët? Ka një farë lezeti, po s'po di që të them. Nice. Të njerës si kom me të ndej. Si ki me ta nena. Ku je kanë, të cilë shok je kanë, dikush që e njojmë? Ta zdreni, të jem na ku jam i klasës. Mirë shumë. Nice. Kush e keni, cilë jeni maj madhë? Tja Big Bangi? Big Bangi. Dhe me Me thonë, 2 vjet a e ka rani mu martu, e mu feju, tani rani dhe, dhe njëra. Ai. shlirë burë, Po, me në vamës ka rani. Mirë, pyetjet po vinë, po derisa të shkojmë të pyetjet, po më interesan me të pyetjet dhe diçka, të kjo pjesa e muzikës, man. Që tash, bagi dhe kong me dhe tekste, fani, dikun dhe pjesë, ko gjatë mira. Vetë ke zjedhë këtë pjesë që kjo për të flemë ma shumë aqysh? ty po ty bo. Ty po të Ty bu. po ty bo, ty eksperimentu stilat të ri, edhe ty shkri kreativitet Big Bangit, edhe talent të amin, po ka ndodhë që kjo stil i ri, është diçka, është e përbashkë, nuk ka veç e jami, është edhe Big Bangit, edhe që kjo po delë edhe po na pelqen, është edhe energjia që po na jap, do më thonë, në qatë energji që po jetojmë me ta, është shumë ma mirë se... E ke njës ma ndryshe, pak ma vrasht. Po, që ashtu të konë... Që ashtu të konë realiteti, Mirë. të ashtu ti ka ndru pak tripe. Ka ndru realiteti. Ka ndru realiteti, a ka ndru Gjiko? Pa, për me ndru realitetin duhet me ndru Gjiko. Normal. Kështu që... Ku shukoni pari që ka dosh me ndru? Gjiko a Big Bangu? Faktikisht... Dët. Ha? Dët ka pak. Dët ka pak ashtu. Edha, po një është maratën që të verzion? Definitivisht, definitivisht. është një ndjenë shumë ma mirë dhe... Pse ju, mëna? Pse ju, bashkë? Pse ju? Pse më s'mundi mirë? A ki plan me eksperimentu ma shumë? Po vetë si tip jam... Eksperimentu, sa? Po kam qef me eksperimentu në artë shumë, se qashtu kryot arti, kur merë shumë elementi edhe kryon diçka tjetër, shumë mandena që ato elemente edhe njerë i përzin, mandej i përzin, mandej i përzin, ku me dit, pësa mos me kryu stile të reja. Okej, nice. One nuk e di kur keme pru projekte në radhës, po më interesën prafërsisht kur kena me pas një projekt radhës. Po, nuk ka milion edhe shumë gata, ashtot, nuk ka që du me pauzu tash në bas kongës Hajmali, besoj që mranda mujit ka me pas, jo besoj, po definitivisht ka më ku një kongare. Po, Vetë? vetë. Mirë, kur jenë atë pjesa e tipit tënë, a je tip që rrezikan kështu të, për shambull, me hypë në parashut, me aftu, më lëshu prej grandit. Se do mos ku jem kom pak ma jeri ashtot, në fazën e adoleshencës, gjatë, jem kon shumë ma shumë rrezikant, shumë ku më reskerat ashtot, po haljo e kam që aty e kam atë adrenalinën të amë, të probabiliteti vogël. Të rreziku, a? Të rreziku. Edhe të na klipa kena me të pona e herë të rreziku Ka diçka? gjasa, ka gjasa. Ka gjasa. Ka gjasa. Kështu e ke menu apo? Jo, se komend, zakonisht gjithë del atyn, del në set. Qa të Që përshaka? po, zakonisht. Edhe të klipet e kalume? Edhe të klipet e kalume. Gjithë shka ka do që të Po, përshaka? do më thonë skenare nuk ka që kena bu. I kena bu skenaret që aty për që aty, si më thonë dhe shte, ja kena nisë me mendu që ja kena me bu paka shumë, po ata, e kena bu të mënë kërë në dojtë para kamerës.
Me Ermolin të karo me nejtë edhe ma herët, apo? Po, Ermolin e kam një farë shoki, e kam këgja një farë shoki, po. Për shtatën. Për shtatën, edhe Ermoli është bajagi një farë humoriste, ka një farë karaktere interesant. Po, më shko ma veti, shumë e tonë, për qenë tepër edhe me ka japë ca këshilla. A po? Po, është edhe një farë këshilla, i din do sende. A mundu me ditë në e këshillës të ka e Ermoli? Po, mara. Për shambull që? Për shambull që parja s'bën me prish njerin, do të më ndaj gjithmonë humble, edhe më për kujtes për familje. Nice. A të ka ra me dëgju live të këmë Ermoli? Po. A të qenë që shkërën legendar, bile për ditëlindje, më ka ra është në pas një ndaj bashk, edhe dhe me thonë e kom festu ditëlindjen nën tingujt të bukur të Ermal Fizullojt, edhe shuheret e bënë, e kallë krej. Qanë, edhe mu ka ndodhë, ka pas raste që në ka ndodhë, edhe i pelqenë ushqimi shumë, ka qef për të kënën, për qaf, për shëshni, me përgati. Qa shtot është, po një farë ushqimi është një farë degustatori. Kështë që të pe njëfë shumë mirë Ermalin edhe pas një pas, legendar. Edhe para projektit fundit me najtë ku me të shëshnishi. Po thët, po të pyt Arturi, po të pyt, ma shumë e të në peja në Prishtinën. Po, e kom cek edhe njëre që unë si njeri, jam njeri globalist, edhe mendoj që jam vetëm një qenje njërzore në këtë planet. Dhe më thonë, këtë planeti është jemi. Dhe më thonë, s'mi me cek unë një territor të vogël ti planeti, a jam që asaj pjesë, ajo jam i tokës, mas pare, po normal që jam rritë në pej, jam lind aty, kulturën e kom marrë që aty, e kom kalu, dhe më thonë, pjesën më të madhe tjetës teme në pej, edhe normal që e du shumë, po edhe Prishtina mi ka japë ato hapsirat e mija, që unë me shprej talentin temë dhe me mdojnë talentin pa. Kështu që për 2 ombe kom përkroje, edhe shpesoj që me pas përkroje për këtë botës njajtë. Këtë jena njajtë, tash së mundu dy shumë i dalu. Që ashtë të është shumë dalim i vogël. S'ja vlejnë është të me bu këtë dalim, se një ven i vogël, jem edhe me bu dalim me qytete shumë bëbut. Leutrimi ka po, pa kajgare ka thonë të kumë pas e burdushit, po nësë jem të burdushit. Kashë që aty me më fry pak. Të fry të mirë. Po, do plomë më shkri. Kështu, puna e burdushit, a besën mazi që i bërë burdushit? Nej, se mazi nuk e di, a me qujtë mazi, ose... Mu më fascionojnë që ta njerëz, a den se, thonë, qësh mu, jo qësh qa po bojnë, po apë den qësh qa po bojnë me populatën, ashtu se... Qësh mundëm i binda, po? Po, dhe qësh mundëm i binda, ashtu se zbojnë këta politikana, për shambull, me qasi fore. Ja, bo, vëtoni për mu se, jo shkuja i manija. Po, amo, do me thonë, shumica e njerëzve, këndejna, e di që besojnë që si, edhe kër kom thonë në ki bo me shku të burdushi, e kom thonë atë njërën metaforike që s'pe di qësh me ta spjegu, për dikush tjetër i shku të burdushi. Po, në ke thonë për njerës tjetër, për shambull burdushi ka thonë që, e të më bani janë në intervjist, ka thonë që vinë këngëtartë, ja i për një dhejës konga e të mësim një shku dhe... Ja, konga ka dhejës pa Hajmali, se... Ka dhejës Hajmalia vetë. Vetë, Hajmali u bëna, ja. Mirë shumë. Garante, e kena bo Hajmalin ma të fortë se burdushi. A që shku me vizitu burdushi, veç me nejtë? Po, mara, po, më që shjo. Edhe të në Naile. Qysh se thërëm burdushin sët, kom ju morë një intervjist dëve bashkë, dëve një dëve. Ose me kena më shku bashkë. Jam kuriaz. Bashkë kena më shku. Jam kuriaz me taku që si dhej njerëzësh, që shërbojnë. Se dja ka shumë veç për burdushin? Ka, mara, ka. Bashkë, kështu të mbas kongës, jena hi ka pak me këshu në internet qa ka që si njerëz e kjesh plët. Kosovë? Shqiptar, po, se për jashtë s'po folim. Po, ishe një 3-4 të fort, që përvishën me koferat vetë ashtu. Po, me letra, që po lypim krejt ka pak. Nice, po se s'bëjmë me të prish ato letra. Që ka thonë edhe Ermali. Mirë, të shojmë se a ka dhe naj pytje tjetër, okej, po pysim me bashkëpunime, a keme vazhdu edhe, a kena me të ponë me naj reper tjetër, apo ma shumë me zhondrëve tjera, me këtë shkon ma shumë, me repera, me zhondrëve tjera për shumë të Ermali. Kështot ka
ka ona e bashkëpunimeve, nuk ka që kam shumë, dhe më thonë deri shtash në karjeri kam 2 a 3. Kam shumë kujdes në bashkëpunime, edhe është një varloj, jom të bashkëpunu me Big Bangin për momentin. Dhe më thonë që kjo bashkëpunimi jam që jam të e botë në kohën. Tani për mes tina për rjedhën tjera. Po, një herë me këshyrë që shpëna jetës bashkëpunimi me Big Bangin, me qëtë stilin e ri. Po thonë që i posh shumë pyetje, se di pse, pyetje për kapush, heki kapushin, s'di pse tu ka teku burë, kur kime heki kapushin? Kur e heki kapushin, e heki kapushin. E kuptojnë vetë, ha? Vesh kime heki. A dhe një heki. forën me topin e saret ping-pongit. Okej. Dhe me thonë kime heki, kanë me të po dhe pa kapush. Ndoshta jo. Kundron tripi. Mirë. A ke pas lidhje me naj këngëtare shqiptare? Qërë bu, s'pëdisht mëllerat shkojnë në mëlleriste, ata që pëdi unë atletat më atlete, raperat shkojnë me qështot. Me reperka, jo po me... S'ka raperka në qështot. S'ka po me këngëtare. Pës, sa kur gjoha jo ku më burë. Sa gjoha. Sa gjoha, ha? Sa gjoha jo ku më burë. A ma mirë njesh me një femër që s'ka lidhe, s'ka të bëj me muzikën, a... Po, dhere sa din që shmë ma ek stresin, edhe me mlon qetë është ketë në regu. Dhe me thonë... Po, veç një. Me më pëlla dhe kësi di fa, nuk je këtyn e gjana. S'jam i këtën dhe gjana, be. Mirë shumë. Qetë, mirë botë. Ki qef me ta qitë nej kafe, kështët me nejtë gati? Qashtë, me bojë zmet ka pak. Me dasht, më dasht. A u dashru në ergje, këtë më interesant. Kë jam kohën kështët adolescent. Po, a? I dashru. Po. Për një kohë shumë gjata... Këmë ndaj është aja fori adolescencës. Që e dënë kitë shoqë. Nuk është ashtë të dashnia, pëtëm, po. Ndran është, gjdo 2 muje do ndikën tjetër. Më ndajna jena dashuru në muzikë. Jau. Të me thamë, muzika është dashunia jote e vetëmja për momentin. Oha, mirë. Po pysin, a ka ndodhë në ere me ngacmu naj këngëtar, po me naj moderatore, se naj kënë kështë që të ka pëlqy? Ja, bo, i pëll të hoka qikin. Po. Ja. A e ke bo veç me nguca qysh? Po, qështu të muhabet. Muhabet e sipër, a? Muhabet e sipër. Ti shakon edhe në femën, a më kishe nguca dhe musët? Në varet... Varet a më kishe pëlqy, a i shakon e mirë. Nice. Mirë, përshat që shumë dukan tek, për me i kapushin për se ka njetë me i. Ja, e kom hek një emision, qa për dërni, keni këshërë Qa dukan tek, garant që ke hek njerë tash. Jo, më bo kuriaz, ashtu që shdok nga pa kapushin, po du më jollon që ashtu e ceka forën me të verë të ping-pongit. Mirë. A ke provu në erë, për hajgare, shështë një erë me kënë talavas? Po, mëra. Po, a? Po. Hajde Sa jo. Ja, qëtarë se me dila, sa dhe Dile, dila. Ja, dila dhe s'knua talavoja. Na i shtunde, na i të pramte, në bromje. A dhe në qështë, talava më doke që është si një falloj hip-hopi i balkonit, se na një pop e kena freestyle-in edhe ata kanë krejt freestyle, dhe që është më doke të fani. Edhe ma me mendja që shumica raperave që ata kësu në nëzurë, se është ka që një farë tokti problematik. E më doke që të fani. Qa ta mërmenja e për fights mes rapera, a ja vlenë në tos? Varet për shka, varet për shka. Për shambët, ty nëse të vijë në me të ngutë dhe më reper? Mu së më vinë. Zgucojme? Mu së më vinë. A të ka ndodhë më rej në herë? Po, mëra. Kur jetë rej për herën e fundit? Për herën e fundit, kur jo më rej, s'po din është të pa një 2 vjetë bana i samë. Për shka ishe rej? Po, a din qysht, ku jem ma jeri rej është për gjëshka, ma ndena vjen një vakt që e gjemë burnin tonë dhe ku e ki, edhe që... Kërcnua është Jo, me s'ka kërstime për shamë, ndështë na marrë kërstime që 2-3 dit për dikujna, për dhe që i do këtë vetja motherfucker, po e ka bo Instagramin një sanë shumë të fort, blashka, vishja për njëre që shtët, ja bën 2 herë vishja fshina, ashtu, po dhe në me se letë zënas evni, në s'këgjisha dhe vishë vazhdo një jetë. O arë një ku e Facebookut e Instagramit, kalaj është tash me të shkrujnë, edhe ka 15 vjeqarë, 14 vjeqarë është që të kërstnojnë fort.
Kështu që... Daj taksa pagus, shteti fort, Po, definitivisht pika po. fort. Para 2 vjetë e thejre, ja? Po, anaj sen që të qapë të dhjone. Një farë halaka me mua Me dhe... fërgazmend, ja? Po një farë halaka me mua dhe, me gjithat jena pajtu mandena. Se, më mërë mendja qëre, pa mërë parasysh, kur je i ri, resh ashtu për me sfidu vetën, mandena, kur e gjen vetën tonë dhe... Kur e gjen, po mundesh më kone edhe lider ndryshe, mundesh më kone trunë jo muskli. Po, definitivt. E, Ta që truni, a? gjatë jem kone truni. A gjithë e konë Po, truni? muskul kështë, gjatë jem kone, po ka sportet kështë. Okej, Jem kone. nice. Më mirë që ashtë. E kom sfidu vetën në Sparta, den... Po. Gjiko po thotë e ki stilin shumë të mirë. A jetu tu vesh halate reksja, qush? Reksja. Ka një herë të aj, Ka njerë po vesh. qëtash po më vesh një loshk. Qfar le lojske? Një loshk. Të me thonë në dizajnera, apo? Jo, nuk ka dizajner është, që po më tregon që ka me vesh. E po ata një këmisht vesh me ma herët, Po. po si peqaj diçka ta vesha një duk se e dile vesha që të... A për sa ta uvenove të ja? Po. Nice. A i një konë me atë lojske të gjenë koncert, apo? Jo. Ja, loshka sa koncerteve. Okej, shumë mirë. Nice. Po thotë, Dora në zamër, gishtin sy, legendi. Interesant, Hiseni, ka thonë këto, më pëlqej. Pjesën, përshëndesim. Më përshëndesim, Hisenin. A ke pranu në erë mi bu surpriz në kujna për ditëlindje? Po, ma. Në i fanë që ta Ha, për? kështu, po i kum pas një 2 rasta, 3. Edhe pse nuk ka, kështu të kom qef mi bu të lumë tër shumë, po ka një herë nuk është koha duhur edhe momenti duhur edhe s'mëj me bu, po gjithsesi mundona, me qaj sa mëj. Mirë. Sa kila e ki për të të lobër? Sa kila i kam, qëtash i kam 75. 75? Po. 89 i kom pas me 2 qeshor. A të me thonë për e gati, peshe sa i ki që ta është Po. thonë? Kush do në më ligë, kështë boksi është sporti. A, ushtrëmi në boks, a? Po, çdo ditë. Kickbox a boks? Boks. Nice. Gjiko, Po rejon? qas pyetje që ka, edhe e ka kalu dhe me thënë 300 të ajo, të Facebooku, për nonën tjetër edhe të Instagrami, edhe të Instagrami jem personal që kom postu fotografinë, edhe të Instagrami një kafe me lavin, sa që shumë qka kanë pyt, po që më la për shtypje një sand edhe jina në emision, aja ki këthy që ato 100 euro Ermalit. Ermali, ta. A ti ka këthy Ermalit 100 euro, që e ki qitë. Ermali, ka që aty u bo nërvës për një me. Po, a? Si shkova nervë, aty ja kopë në bolë, aty tam po. Aty një ma po nërvës, a? Po, për një me u bo nërvës. Pa, i këshka po me këto, pëse s'ka që e fish bakshishtet, nuk ka shtepi bakshishave. Qka mendon për këta, që mendon për këta, për kërën Mendoj, mendon për se cilin që Mendoj, mendon. faleminderit. Gjiko, është knatësi që Gjithashtu, kom, gjithashtu. javën tjetër nuk kom e të pas prapë në studio. Okej. Ki marrë veç me prurë dhuratën dhe ki me dalë. Po kryo, bo. Se ki hupë dhuratën, kështë që javën tjetër vjen veç dhuratën e bjen edhe shkon. Amo, Vi me qajz. respekt. Kjo tha boksi. Merë edhe një 2 boksit, boksit për rejën një tjetër. Kryo. Veç Lapqe, pak. bënu gotë, lapqe. Lap, bënu gotë. Ja steka, ka maja steka, pa, u kry. Falemderit. Faleminderit edhe për juve, ju dëshiroj një të djel, let, bot, mirë. Ata që e kam bu pitën, leni muftof, Se erdhën, ma. se erdhën. Erdhe. Okej, përbyllim këtë bisedë me Hajmalin bashkë me Ermalin. Faleminderit shumë edhe takojmë javën tjetër bashkë, se javën tjetër të me pru dhuratën, kështu që. Gjithësysh. Faleminderit, faleminderit. Qa të thujnë armolit para se me shku. Ermal, kena gjanë. Gjan.